Është për ty ky brezi më i mirë që ka pasur në kombëtare? Se është shpesh një diskutim. Është brezi më i mirë apo jo i Shqipërisë? Brezi më i mirë nuk mund ta them që është, por mund brezi më i mirë është brezi i kohës Bedar Kolës, Alban Bushit, brezi më i mirë. Pra po të marrësh si futbollista dhe si cilësi, ka qenë brez shumë i talentuar. Altin Lala, Altin Haxhi, Geri Çipi, Rudi Vata, Besnik Hasi. Besnik Hasi, Bedar Kola. Por nuk ka qenë federata shqiptare në këto lloj përmasash. Pra futbollistët për të shkuar në Gjermani ose për të ngrumbullimet e ekipit kombëtar, kaloshin 4 tranzite. Kanë qenë më të vështira gjërat. Të nxjie jeta për të bërë ndeshjen. Po tani ishte lodhe e paparë më burrë. Dhe çfarë lodhesh kalonin futbollistët? Nuk ka qenë si futbollist, unë them që ai brez ka qenë shumë herë. Ti thua ai lloj brezi me këtë lloj federate tani do shkonte shumë larg. Shumë larg. Shumë larg. Nuk do merrni për bazë botërore, fare që të futeshim aty. Me ato lloj brezi që kemi pas ne, jo se jam nostalgjik. Po të marrësh për shembull, të shohësh se çfarë lloj lojësh kanë bërë, se çfarë lloj, pavarësisht se ne themi një gjë se çfarë po thot ky. Po them nga ana individuale. Për shembull, ne se kemi Bedar Kolën. Bedar Kola atë kohë lutet te Panathinaikos. Që Panathinaikos ishte që ku ishte. Po, ishte superfuqi. Ne atë kohë themi për shembull për Alban Bushin, që Alban Bushi nëse do ishte sot, sulmosi i tillë do peshoheshin miliona. Pa Alban Bushi po kishte të bëjë edhe pasaporta, se nuk është pasaporta shqiptare siç është sot, siç ka qenë në vitet 95. Është vërtet. Ne kupton ti të merresh vizë atëherë shkoshe të lutesh në Greqi ose në Bullgari, se çfarë lloj përpjekësish kishe. Futbollisti atëherë bëte shumë herë më shumë sakrifica. Broja shumë i butë më. Po nuk ndryshon njeriu vëlla. Bënë pyetjen tash. Kush është brezi atëhershëm apo brezi sot? Ti e kupton se çfarë lloj sakrificash bëte Fatmir Vata marrë me ekipin kombëtar. Se çfarë lloj sakrificash bëte Rudi Vata marrë me ekipin kombëtar. Të vishë nga Skocia të kaloshe 4 tranzit. Të rishë me gjithë njerëzit, nuk ishte as business class atëherë, se sot jam me business class. Ti e di që kërkesa që bëhet nga disa futbollistë kombëtarës në drejtim federatës është që nuk vi po se kam biletën business class. Jo, edhe deri këtu arrit, ë? Po tash ti duhet të dish se si gazetar. Jo, këtu ishte befasi, kjo ishte befasi. Tani kupton, pra ne them, federata shqiptare është nivel tjetër sot, është shumë herë lart, organizim perfekt, i plotson futbollistëve çdo lloj kushti. Atëherë vite Rudi Vata që ishte lider të Celticut, vite me bilet që sigurohesh federata shqiptare e futbollit me një zyrë, aq ishte një zyrë kishte. Dhe ti di shumë se ku kishte, dhe më thotë Rudi shkosha në vend fundit. Ngjosh edhe shkarkusën në tualetin dhe dëgjojnë avion. Tani e kupton ti çfarë do të sakrificësh? Sa shumë ka ndryshuar gjëja.